Me 13%. Me qash letësi e ka ofru pozitën e kryeparlamentarës, sa du të munol krejt me vetë ka dole njerë. A ke qa që rëndësishme Albulena Agjiu që e bom krejtat betej, edhe në fund tha, jo që merë ti kryetarin e parlamentit, po bojmë në një zhjilje. Po që që ka dhe kishë bom Albulena presidente. Po nuk ka njësaj për betysh, po pse për relativizon, pse për mundosh me relativizon që ka që letë, Allah. Qysh t'je blokon vendin me mujtë tanë, du veç Albulena Agjiu, në fund t'i thu, okej, që merë. Emni ka bloku, në fund, do më minister të editur, prap në erdhëm të që Albulena Agjiu bo kryetari kuvendit, pas të justu se detyres. Qyshu bo brenda pak mujve e parëndësishme me javon dikuj tjetër pozitën. Nuk u bo e parëndësishme se prej... Po qyshtu bo e parëndësishme burë? Ju e kur s'po ju konvenon, po thoni që nuk po ju konvenon. Nuk është asë rokadë thjesht që shetë tjilë dhe të vendosja. Po nuk është edhe rokadë thjesht ajo, është ka bloku me muj. Ka thonë unë e du veç Albulena Agjiu kryeparlamentare. Se ka posë obligim me asiguru dhe një mandat jo sa s'moni. Unë e du veç Albulena Agjiu. Erdhur momenti tha jo merë në postin e kryeparlamentarës. U bo parëndësishme zonja Agjiu. Pse se interesat? Ku gjo tjetër? A parimo që kjo? Po i ka 51%, no? Po është parim që kjo? Po 51%, nuk mundë të në gratis pozitën. Po tërë, qysh për afrën pozitën atë të nësishme? Se s'ke ofru emën, na e konë pozitë. Qysh për afrën që të nësishme pozitën? Deri në fond ka thonë funksionar ashtu. Sepse nuk i ka numrat të pozita me ofru emën. Si ka numrat, ti ka ofru edhe numrat, ti ka ofru. Edhe qka? Ka thonë na i ki 22 deputet. Edhe qka? Po pjesë e lojës tia, po. Po pjesë e lojës tia ka marrëveshje. Aje ka ftu. Edhe prap kemi Ska pas uzim, është të vërtet. Keni me po që s'ka Oferta ka qenë. Hajde bënu pjesë e lojës teme, unë e zgjedhi në mandat në rondën e tretë me gjartën e votat. Që kjo kun? Jo, është e pa vërtet. Është e pa vërtet. Veç pak, është e pa vërtet. Me vendimin e gjykatës kushtetuese, lutem Bytyqi. Zotri Bytyqi, është e pa vërtet. Zotri Bytyqi është e pa vërtet. Ju lutem. Për hir të fakteve. Për hir të fakteve. Veç pak, për hir të fakteve. Për hir të fakteve. Për hir të fakteve. Veç pak, për hir të fakteve. Në raundin e tretë. Në raundin e tretë bën edhe me 61 vetë pranishëm. Por në dytën. O tretën, po ti thë. Nëse i herën e por kuvend, jenë konë 80 deputet, nuk ta ka kalu e amnin tënë. Herën e dytë ke mujtë më smej, se ka për dytën me dojnë. Ti po du me dojnë në dytën. Jo, pa, që kanë thë këta. Po le rama në sen të matematika. Jo, jenë. Jenë shtire. Jonë dy gjana të ndryshme njerëz, edhe na e dim, po dikush s'don me pranun. Tjetër sa është, unë e merr në vesh me Astritin për me zgjedh presidentin. Apo, edhe zgjedhim marrëveshje politike me zgjedhni president që nuk i takon ndaj partije politike, nuk i takon VV-s as PDK-s as kërkuj. Ajo është interesant, për shkak se ti merresh vesh qyre e propozojmë zotin Rama Baja, edhe ky ka votat mu zgjell. E tjetër sa është me thonë, hajde të bënu pjesë e lojës, pe krym na formalisht procedurën, po me gjartën i votën e zgjedhit temin. Jo në dy sa në të dërshme burë. Nuk mund të shit kjo. Jo. Nuk mund të shit kjo. Albin Kurti nuk ka mdhej marrëveshje. Si vesh dëgjoje deri në fund mendimin tem edhe e kupton. Bëtyq. Jo përse jo në dy sa në të ndryshme. Jo në dy sa në të ndryshme. E propozon PDK një kandidat me kry kërkesën e Albin Kurti, e zgjedh vetëm me gjartën e votën.